Përshëndetje, atëherë sot do të jemi në episodin e radhës. Në fakt e kam nder dhe privilegj që të kem të ftuar një vajzë të talentuar me plot argumenta që ka për të dhënë sot, e cila është Adelisia Ramaj. Adelisia, faleminderit që je pjesë e kësaj bisede. Faleminderit që je pjesë e podcastit që Daran ofron, në të cilën ka një qëllim të vetëm, fuqizojmë të rinjt. Por, mbi të gjitha, kjo vajzë është pjesë e një gjimnazi shumë të rëndësishëm në Tiranë. Një gjimnazi të ri, siç është Sevasti Qirjazi, ku jep kontributin e saj. Është një gjimnaz ku ka vlera shoqërore, ka një staf super të kualifikuar dhe pse jo, ne të marrim pjesë dhe të jemi pjesë e këtyre gjimnazeve kryesore. Atëherë, pa humbur kohë, faleminderit që je pjesë dhe fjala për juve. Unë jam Adelisia dhe jam gjimnaziste në gjimnazin Sevasti Qirjazi. Për mua sistemi arsimor është bazë dhe sidomos gjimnazi është si ajo pika mbi i për individet, pasi na jep një formim të përgjithshëm. Nëse mendojmë që shkolla do na jap gati gjithçka, gabohemi. Apo nëse e përdorim atë si trampolin dhe investojmë edhe veti jashtë saj, atëherë do kemi avantazh. Atëherë, Adelisia, faleminderit për mesazhin e bukur dhe për hyrjen. Unë dua të futem pak në ato tema që rinia shqiptare e cënon sot, e cila është për shembull fillimisht të njohim pak ju, të njohim këta të ri. Që do të thotë me 3 fjalë, si e personalizoni veten tuaj? Më pëlqen ta përshkruaj veten si të vendosur, detajiste dhe të vetëdijshme. Të vendosur për faktin, pasi kur marr diçka përsipër e çoj deri në fund pavarësisht shqetësanave. Detajiste për faktin që nuk më pëlqen të shoh gjërat sipërfaqësisht dhe e vetëdijshme për qëllimet e mia dhe për faktin që pas çdo zgjedhje ka pasojat e veta. Unë gjykoj që ato shok dhe shoqe që të kam ty që nga me fat. Faleminderit edhe një herë. Si mendon Adelisia për transformimin që po i ndodh sot të rinisë shqiptare? Një transformim i cili nga ne është pak i paragjykueshëm. A mendon se qëndron problemi tek ju, apo qëndron problemi që ne nuk kemi mësuar me gjithë këtë avantazh të madh ose gjithë këto ndryshime në një kohë shumë të shkurtër që ka ndodhur vendi tonë? Shiko, rinia sot për fat mirë ka shumë potencial, por është e shpërndar. Në krahasim me vitet e tjera, ne kemi shumë mundësi ku mund të merret informacioni. Nëpërmjet internetit, rrjeteve sociale, kurse, madje kemi edhe bursa për jashtë shtetit. Por për fat keq është e shpërqendruar. Është e shpërqendruar, shoh të rinj që kanë talent, por ama shoh edhe të tjerë që dorëzohen lehtësisht. Mentaliteti i dua të gjitha gati tani na dëmton, sepse suksesi nuk është diçka që bërihet brenda natës. Do kohë, do durim, po, patjetër. Sa i përket pjesës investimit tek rinia, realisht është e vakët. Është e vakët sepse flitet për ne, por ama nuk po na jepet hapësira për të shprehur dhe atë që mendojmë edhe për të vendosur gjëra. Pra, trajtohemi si e ardhmja, por jo si e tashmja, dhe kjo gjë është humbja potenciali për mendimin tim. Pra, mendimi jot është që deri këtu ne pas kemi humbur busullën e drejtimit. Deri tek ky lloj fillimi dhe ky lloj mendimi që do kemi. Që do të thotë, a mendon se ka ndryshime në politikat për rinin sot? Përveç asaj që flitet ndonjë gjë konkrete që ndodh në komunitetin ku jeni ju për shembull. Ne jemi të rinj, sidomos janë të duke u krahasuar 24/7. Dhe në studimin 24/7 do një shpjegim. Po. Është shumë e rëndësishme ta shpjegosh, sepse është një gjë shumë brillante dhe është një gjë shumë e thellë për pjesën e rinisë ta kuptojmë 24/7. Po. Në sytë e mi, 3 problematikat më shqetësuese që hasin të rinj sot janë: pikë së pari, mungesa e meritokracisë. Okej. Pasi po shihet më shumë se kush ka më shumë njohje, sesa kush ka më shumë aftësi. Dhe e dyta, presioni social, që vjen nga rrjetet sociale.
krahasimet dhe standardet jo reale. Si që theka, të rinë sot po krahasohen 24/7, por ta marrim dhe nga ana psikologjike, kjo sjell ankth, kjo sjell pasiguri dhe kjo sjell mungesë të pamjaftueshmërisë. Dhe komponenti i tretë, por jo nga rëndësia, është mentaliteti vjetër shqiptar, që fatkeqësisht dua me gjysmë zë e them që akoma ekziston. Dhe sidomos për vajzat, ka ende njerëz që mendojnë që roli yt duhet jetë i kufizuar. Patjetër, këtë në fakt unë as në të përditshmën time dhe në punë. Jo vetëm në këto aktivitete që merrem me rinin apo merrem me shumë individë të tjerë, që mentaliteti jonë është i vështirë për të zhbërë për atë çfarë neve kemi mbjellë në këto vite. Se të gjitha këto që po ndodhin tani është çfarë ajo ne kemi mbjellë. Ne po korrim frytet e asaj që ne kemi hedhur. Por ajo që prap e vlerësoj shumë tek biseda me ju është fakti që më thatë 24/7 dua të tregoj një gjë shumë të rëndësishme. Në jetën time shikoj një pomponim të fortë të rrjeteve sociale. Unë nuk i besoj në fakt të gjitha fotove që shikoj në rrjetet sociale. Nuk i besoj atë jetë që shesin njerëzit aty, se ajo nuk është e vërteta e shqiptarëve, ajo nuk është e vërteta në asnjë lloj pozicioni pune, as në administrativike, as në sistemin arsimor apo shëndetësor, as në rinin reale. Është krejt ndryshe realiteti me atë çfarë shikohet në imazh. Por gjykojnë përsëri që vendimarrësit marrin vendime mbi fotot, mbi këtë imazhin që kemi krijuar ne, apo kanë zbritur në bazë. Si e mendon ti këtë gjë? Pra flasim për nivel më të lartë. Siç e përmenda dhe më parë shprehjen që të rinjt po krahason 24/7, dhe njerëzit përgjithsisht po merren me rezultatin, jo me procesin. Dhe thonë, mos e kjo e ka të lehtë. E drejtë, shumë e drejtë. Këtu edhe e treq komplet. Okej, merren me rezultatin, Jo me procesin. Po. e drejtë. Paragjykimi dhe mendimi I tillë të çon në rrugë të gabuara. Apo jo? Dhe kjo është ajo që jemi para faktit që ne po e lëm Shqipërinë. Ky produkt është që ne po e lëm Shqipërinë. A mendon Adelisia që është një vend I jetueshëm Shqipëria? Është vend I jetueshëm, por duhet kohë që të zhbëhen këto tre komponentët që përmenda më përpara. Dhe njëri prej tyre ishte dhe mentaliteti I vjetër shqiptar. Më bezis fakti që vajza që janë të sigurta, thonë etiketohen si të fryra. Vajza që flasin me bindje, thonë mos e kjo, kur bë kjo. Ndërsa vajza që zgjedhin të heshtin, thonë nuk ka personalitet. Çfarë të bëjmë ne në këto lloj raste? S'dim si të reagojmë. Okej. Shpesh vajzave u kërkohet që të jenë të bukura, por jo dhe aq shumë, të jenë të zgjuara, por jo dhe aq shumë, dhe të kenë ambicie, por jo deri aty që t'ia kalojnë tjetrit. Për mua ambicia nuk është arrogancë. Të dish vlerat e tua nuk është mendje madhësi, dhe nëse dikush ndjehet I kërcënuar nga objektivat e nevojëse, atëherë problemi nuk qëndron tek ajo. Okej. Atëherë këtu do të ndalemi pak. Çfarë do I thoshe vajzave? Do I thoja vajzave që të mos presin që të gjithë të bien dakord me ty për të filluar. Sepse nëse presin një miratim të përgjithshëm, do presin gjithë jetën. Fillimi nuk ka nevojë për miratim. Ai ka nevojë për guxim. Dhe guximi nuk është mungesë frike, por vendim për të vepruar edhe kur ke frikë. Shumë e drejtë dhe një gjë që do mbetet për të gjithë. Nuk duhet të kemi frikë, por duhet të kemi guxim për të mbrojtur atë që ne duam të arrijmë. Në fakt unë jam një ndër personat që jetesën personalisht nuk e kam pasur të lehtë. Unë vi nga një familje vajzash, pra 5 motra, dhe normalisht një familje vajzash, secila prej nesh ka ato rrugtimin e vet të jetës. Kemi ndjerë shumë diskriminimin, kemi ndjerë shumë dhimbjen, zhgënjimin, por asnjëherë nuk kemi lëkundur për shkak se e kemi përballuar. A je zhgënjur ndonjëherë? Padyshim. Padyshim, edhe ata që nuk thonë, që thonë jo,
gënjej. Jam zhvënuar një rastet kur puna ime nuk është vlerësuar. Kur ke investuar 100% nga vetja dhe vjen njëri ta përmbledh, hës nuk e bërë ndonjë gjë të madhe. Por më ka stopuar një mendim i thjeshtë. Po dhash ndërheqjen sot. Kujt ja bëj dëm? Vetëm vetes. E drejt. Vetëm vetes ja bëjmë dëm. Edhe për mua ironikisht çdo mos që më shtën e ka marrë si një indicie për të vazhduar akoma dhe më shumë përpara. Atëre gjej rasti të tregoj diçka për pikën e parë që përmendi që nuk më vlerësohet puna. Para disa vitesh kam qenë shumë e fokusuar në aktivitete procese pune dhe jepja maksimumin tim të mundshëm. Ç'më ndodhi? Në një moment caktuar dorëzoj një material ku kisha harxuar kohë, nuk më tha faleminderit, por më thanë që ti ke për të humbur. Pra përveç se duke parë se njerëzit kur shikojnë potencial, do gjejnë patjetër mënyra për të ndërprerë rrugën. Nëse ai nuk të shan dot profesionalisht, duhet të jeni të qartë ju si rini, po nuk e bëri dot profesionalisht se s'ta arrin dot, do të gjej gjëra të tjera familjare. Nëse ato gjërat do të futet në familje, aq thellë dhe aq rënd, sa ti të triqesh mbrapsht sepse ti unë personalisht familjen e kam primare. Por duke pas familjen primare, të gjithë njerëzit tek familja bëjnë mbrapa. Kjo gjë është që do të ndodhi gjithmonë. Ç'bëra? U morra vetëm me objektivat e mia. Qëllimi është ai që ti vazhdon përpara. Të gjitha zhgënjimet janë thjesht procese jete. Nuk janë ato që vendosin për të ardhmen time apo tuaja. Asnjë zhgënjim mos e merr të ngjarë. Një dritë jeshile do të dalë diku. Sidomos në shoqëri. Ki vëmendje një gjë që shoqëria ose ka njerëz që do të futen në jetën tënde, do marrin atë që duan ata dhe do ikin. Ashtu si do hyjnë, ashtu do dalin. Por ka njerëz të cilët do vinë aty pa kërkuar të marrin asgjë dhe do të jenë akoma më shumë miq të fortë të tut. A ka misisë në historinë? Ka akoma misira reale, por një problem tjetër që po e has sot është edhe shfrytëzimi. Shfrytëzimi. Këtu ndalim. Duke të parë që ke shumë potencial të ngarkojnë me gjëra, të shfrytëzojnë në mënyra, po e them në thojza dhe këtë është njerëzore. Vetëm kur e din që ti ke diçka për të dhënë dhe ke një gjë brenda vetes që do të shpërthesh dhe kemi atë shprehjen, do të ndryshosh botë. Shumë e drejtë. Po mirë. Nëse do të ndodhi pas disa vitesh që do kuptosh që do shfrytëzohesh, si do të sillesh? Si e mendon? Është ndryshe kur e mendon, është ndryshe kur e përjeton. Uroj të mos e përjetosh asnjëherë. Por gjithsesi, prap duhet të jesh e përgatitur që mund të ndodhin këto gjëra në jetë. Pak të mua më ka ndodhur. Jam shfrytëzuar në maksimum. Nuk do ta them se çfarë, se do të gjejë mendimin tënd. Siç e the dhe ti, duhet fokusohesh në objektivat e tua. Po, e drejtë. Dhe unë zgjedh të veproj me rezultat. Kur e shoh që dikush nuk po ma komplimenton punën që bëj, le të themi, zgjedh të stepem një moment. Sepse unë nuk jam këtu që të bind të tjerat për potencialin tim. Kush do ta kuptoj, e kupton. Kush nuk do, unë nuk kam se të bëhem prezantim PowerPoint-i për të. Okej, dhe unë kam zgjedhur të mos bëhem prezantim PowerPoint-i, kur nuk ka shfrytëzuar e ka marrë pozitivisht. Që do të thotë, okej, ja të herë ja arriti qëllimit duke më shfrytëzuar mua. Nesër jeta ti jep të papritura të tjera. Aty bie më rënd se sa ke qenë. Kështu që duke parë këtë gjë, biles mua më pëlqen shumë të shikoj njerëzit e lumtur rreth vetes. A e di çfarë ndodh? Si mendon? Si do të silleshe nëse do të kishe para vetes 3 mashtrues? Dhe ti e di të vërtetën që janë mashtrues. Si do sillesha? Yes. Si sillesh konkretisht se keni në shoqëri, besoj Po, që jeta na ka ndeshur, na ka rrahur me tall. Po flasësh, ti gjykoje nga atë që ti ke si traditë familjare, por mund të gjykosh vetëm në atë pjesës të shoqërisë që ti shikon me syrin tënd. Jo se po të ndodhin ty konkretisht, po e marrin ne jemi në një temë të lirë, të cilën
po marrin fenomene të ndryshme që ndodhin në shoqëri. Nëse do isha përballë me 3 mashtrues, shumë pyetje e bukur. Si fillim do i bëja një pyetje të thjeshtë, duke e ditur përgjigjen, domethënë se unë e di se të 3 jam mashtrues. Dhe nëse shikoj që më japin 3 versione të ndryshme, atëherë do stopoj, do ndalem dhe nuk do kem asnjë lidhje me këto 3 individ. Sepse unë përpiqem që të gjithë njerëzit që përpiqen të më heqin dritën time, nuk po e marr se gjaj dhe pak si egoiste, kështu që them, por përgjithsisht njerëzit që përpiqen të thithim ty energjinë pozitive dhe të japin energjinë negative, e vetmja gjë që duhet bësh është t'i largosh nga jeta dhe t'i vesh vizën një herë për gjithmonë. Okej. Këtë i ke shumë të rëndësishme, i largon nga jeta jote pas pune, po ti nuk e zgjidh dot kolegun e punës. Ti nuk e zgjidh dot shokun e klasës. Këto 2 gjëra të këshilloj ti mbash mend. Duke qenë se jemi në një botë ku zgjedhjet nuk varen nga ne, kur mashtruesit i kesh përpara vetes, në mendjen tënde qartësoj që ata janë mashtrues dhe jepi atë që s'ja u pret mendja. Kjo do t'ishte shumë pozitive. Megjithatë, ne do t'i kthejmë kësaj interviste edhe pas shumë vitesh dhe jam shumë e sigurt që Adelisia do më thotë mos Ke pasur të drejtë. ke pasur të drejtë. Gjithë jeta ka pafund të tilla situata, por mbi të gjitha ajo që është shumë e rëndësishme për ju është që çdo kujt t'i jepet ajo që meritoni. Unë dua shumë që pranë meje të gjithë njerëzit jenë të lumtur, se duke u ndier ata mirë, unë i bëj mashtruesit të ndihen mirë. E beson dot? I bëj mashtruesit të ndihen mirë. Duke i bërë mashtruesit të ndihen mirë, unë jam akoma më mirë. Ai është i qetë që e ka kënaqur edhe thot unë ja hodha kësaj, është shumë i lumtur, dhe unë jam shumë e lumtur që ai po më lë rehat se është i lumtur. Të 2 palët lumturohen. Por, di të them dhe këtë gjë, që ju, brezi i ri që po vjen, më pëlqen për një gjë, që të vërtetën e keni primare. Po. Si mendon, a duhet e vërteta gjithmonë të jetë në fokus, apo jo? E vërteta për mendimin tim duhet patjetër të jetë në fokus. I kemi dhe nga ato gënjeshtrat e bardha, siç mund të themi, por janë thjesht gënjeshtra për të devijuar nga një situatë që ti e ndjer në siklet për shemb. Por e vërteta do s'do, një ditë do dalë. Dhe siç thotë edhe ashpreja, gënjeshtra nga gjithmonë këmbët e shkurtra. E drejtë është. Okej, e vërteta ka gjithmonë kosto. Ti je i qartë për këtë gjë. Shikoj, në Shqipëri është edhe një element tjetër që është thashë themi. Okej, thashë themi. Thashë themi Është histori më vete në pastaj. Shqipëri është kthyer një sport kombëtar, le të themi. Okej. Okej. Sepse njerëzit më shumë merren më shumë me punat e të tjerëve se sa me të vetën. Kupton? Okej. Edhe unë, por personalisht mendoj dhe askush tjetër, nuk mund të kontrolloj mendimet e njerëzve që japin mbi ty. E vetmja gjë që mund të kontrollojmë janë veprimet që ne zgjedhim t'i bëjmë. Dhe nëse dikush flet për ju, do të thënë që ti po bën diçka që lëgjur. Ky është mendimi im dhe nuk ma ndryshon dot askush. Okej. Atëherë, në momentet që kam themeluar këtë Darani, më ka ndodhur që kam dëgjuar shumë thashë theme. Okej. Aty kuptova që po lija gjurmë dhe kjo është më se e vërtet dhe s'ka asnjë lloj dyshimi apo unë e kam të përjetuar dhe të vërtetuar. Unë nuk i besoj thashë themeve. Asnjëherë. Dhe duke qenë se si besoj thashë themeve, çfarë bëj? Dëgjoj versione të ndryshme. Por pa nxjerr rezultatin tim personal, mendimin tim personal ose gjykimin tim, unë nuk veproj kurrë. Rri e qetë, ndonjëherë më thonë, më keq me Dafina është kur ajo rri në heshtje. Patjetër, se po bluan diçka në Jo që po vërteton të gjitha këto që ka dëgjuar dhe shumë njerëz rreth e qartmeje kjo i dhëm shumë.
Se duke qenë shumë në heshtje, thonë mos, tani e ka zbuluar gjithë shka që ka ndodhur. Dhe ç'bëj pastaj i rri me qetësinë time, me terezin time, por njerëzve du t'i japë gjithmonë atë që se presi. Nga atë që meritojnë. Atë që meritojnë varet nga situata. Se nuk është, do ta kuptosh më vonë, nuk jo gjithçka varet nga ne. Atë që meritojnë varet nga situata. Duke qenë se ti ke objektiva të tjera, ndoshta do të bjerë që të mos merresh dot dhe me atë që meritojnë. Do shikosh vetëm drejtimin tënd në fund të ditës. Atëherë Adelicia, unë kënaqa shumë me bisedën dhe me mesazhet që ju sapo dat. Do të doja të merrja disa pika kryesore të tua, të cilat janë për shembull një gjykim mbi sistemin arsimor, një gjykim të shkurtër mbi sistemin shëndetësor, një gjykim të shkurtër mbi pjesën tjetër të rëndësishme që është siguria, mbrojtja, drejtësia, gjithë këto gjëra që dëgjojnë në të përditshme dhe në fund fare do ndalemi pak tek ajo që është më e rëndësishme e kësaj bisede, familja. Fillimisht po e nis me sistemin arsimor. Unë personalisht jam gjimnaziste në gjimnazin Sebasti Qiriazi. Mendoj që si se ceka dhe pak më parë, sistemi është bazë. Por nëse mendojmë që sistemi do na japi të gjitha gjërat gati, atëherë do shgënjehemi dhe është gabimi më i madh. Sepse neve duhet të investojmë edhe vetja jonë. Duhet ta përdorim shkollën, arsimin si një trampolin. E drejt. Si një trampolin, të investojmë edhe jashtë saj në mënyrë që të kemi avantazh, të kemi pastaj përparësi dhe të arrijmë aty kur kemi pasur qëllimin tonë. E drejt. Po për shëndetësinë, për gjërat e tjera si mendon? Në të përgjithshmen e realitetit që neve ndodhemi. Ke ndonjë mendim? Për Shëndetësinë, për të tjera. Për shëndetësinë, Drejtësinë. drejtësia si thash edhe pak më parë, është ajo mungesa e meritokracisë. Por le të shpresojmë që me kalimin e viteve do zbutet si gjë. Përsa i përket sistemit të shëndetësisë, është një staf se personalisht babi im punon tek spitale dhe e shoh ditë për ditë që është një staf shumë i kualifikuar, por nuk mund t'i hyj më tej detajeve pasi nuk është se jam e informuar në këtë fushë. E qartë. Okej, super. E rëndësishme është që kur ju është dashur, keni marrë shërbime të mira. Kjo ka rëndësi në mënyrën tonë të përgjithshme, se dhe në mendimet që ne kemi është ajo çfarë ne prekim. Jo çdo gjë e keni prekur dhe normalisht jo për çfarë do mund të keni një mendim. Kështu që në vazhdimsi, çfarë do të bësh pas 5 vitesh? Pas 5 vitesh. Duke qenë se talenti im është komunikimi, dhe sidomos ai me shkrim, më pëlqen ti strukturoj mendimet, ti jap një formë emocionale dhe ti kthej idetë në diçka reale. Pas 5 vitesh e shoh veten duke studiuar një fushë që ka lidhje me komunikimin, me shkencat sociale, me drejtësinë. Dhe jam e gatshme që të punoj shumë fort për këtë gjë, pasi nuk besoj tek suksesi me njëhershëm, por me ndërtimin e qëndrueshëm. Bravo. Atëre, çfarë të themi mamit dhe babit, ndonjë kritikë? Një kritik për mamën dhe babit. Nuk është se kam kritika, me thënë të drejtën, sepse për mua janë dy prindër të mrekullueshëm. Dhe më kam bërë ato që jam sot. Okej, atëre i përshëndesim mamin dhe babin e Adelicias. Nuk kemi kritika, po kurse jeni pak ju, se e di që bëni ndonjë gjë të vogël. Okej, si goca e parë e shtëpisë. Çfarë mund të më thuash? Çfarë mund të them? Për ata të veçlit që ke. Është një përgjegjësi e madhe me super. Disa njerëz e trajtojnë si bash që të ka rënë, po unë nuk e shoh fare në aspektin e tillë, pasi për mua është privilegji më i madh. Sepse pikë së pari duhet të bëhem versioni më i mirë i vetes, që ata të dy të kenë një shembull nesër pas nesër ku mund të mbështeten. Okej, ti jam shumë e sigurt që do jesh një motër shumë e mirë. E me gjitha një vajzë perfekte dhe gjithmonë prindrit e tu do jenë krenar për të. Unë të falenderoj shumë për kohën, për minutat, për gjithë shka çfarë ne kaluar sot. Ato çfarë mundëm të lëmë gjurmë pozitive në këtë brez, qëllimi është të lëmë një gjë pozitive dhe ti më së miri në mesazhet e tua e lek këtë gjë. Falenderoj dhe të uroj shumë suksese. Uroj që të pas disa vitesh dhe të realizojnë gjithë dëshirat e tua. Mbi të gjitha, familja jote të jetë shumë mirë. Faleminderit Adelis. Faleminderit dhe ju për ftesën. Faleminderit.